Pastrojeni hekurin lehtësisht me një produkt të cilin nuk e keni menduar kurrë. Të gjithëve na ka ndodhur të djegim të ndotim hekurin nga temperatura e lartë ose nga hekurosja e rrobave që nuk duaj, duke lënë njolla të zeza të djegura. Këto njolla jo vetëm që duken keq, por bëjnë që hekuri të ngjitet në rroba ose të mos lëshojë avull siç duhet. Zgjidhja e papritur: një tablet paracetamol. Çfarë duhet të bëni? Ndizni hekurin dhe vendoseni në një temperaturë të ulët ose mesatare, mjafton të jetë i ngrohtë, jo shumë i nxehtë. Merrni një tablet paracetamol të zakonshme, jo kapsul, jo me mbështjellje. Përdorni pincet për të mbajtur tabletën, që të mos digjni duart. Fërkojeni tabletën lehtë mbi pjesën e djegur të hekurit. Nxehtësia do ta shkrijë pak tabletën dhe ajo do të fillojë të pastrojë njollat e djegura. Pasi të keni fërkuar të gjitha zonat e ndotura, fikni hekurin dhe lëreni të ftohet plotësisht. Kur të jetë ftohur, fshiheni me një leckë të lagur dhe të pastër për të hequr mbetjet e fundit.